Një rrjet delikate po shpaloset mbi hartën gjeopolitike që përfshin lindjen e mesme, Gadishullin Arabik, detin e Kuq dhe Afrikën Lindore. Në qendër të kësaj loje të re strategjike, shfaqet një rivalitet i qartë mes Turqisë dhe boshtit të ri të konsoliduar, Izrael Emiratet e Bashkuara Arabe. Ambicet gjeostrategjike të Ankaras përplasen gjithnjë më hapur me projektimin rajonal të Tel Avivit dhe me fuqizimin politike ushtarak të Abu Dhabit. Në këtë kontekst, përpjekja për të kufizuar ndikimin turk është bërë një objektiv i përbashkët, që njëkohësisht synon të mbajë nën kontroll edhe rrjetet e influencës së Katarit, dhe në plan afatgjat, edhe vetë Arabinë Saudite. 2025, viti ku rivaliteti u bë sistemik. Viti 2025 shënoi dalje në pat e kësaj përplasjeje gjeopolitike, që nuk është më episodike, por strukturore dhe sistemike. Në horizontin e 2026-s, pritet një konsolidim i këtij trendi, me qendra të përplasjes që përfshin territore me rëndësi kritike për lidhjet tregtare, infrastrukturën energjitike, sigurinë kombëtare dhe aksesin në korridore gjeostrategjike ndërkontinentale. Turqia kërkon të zgjerojë ndikimin e saj, duke forcuar kontrollin në Sirinë pas Asadit. Tashmë në ndikimin e qeverisë së Ahmad al-Shara, përplasja me Izraelin është e drejtë në frontin sirian dhe e tërthortë në zonën detare, ku Qipëroja mbetet një pikë tensioni. Pjesa veriore nën kontrollin e Ankaras sfidon pjesën jugore të njohur ndërkombëtarisht, e cila po forcon aleancat me Greqinë dhe Izraelin për të mbrojtur nga asertiviteti turk. Korniza e gjerë, Afrikë dhe Gjiri, Izraeli nga ana e tij ka hapur një front të ri në Somaliland, në zemër të bririt të Afrikës, një rajon ku Turqia prej kohësh është përballur me ndikimin e Emirateve në Somali. Emiratet ndonse e kanë dënuar njohjen izraelite të pavarësisë së Somalilandit. Prej vitesh zhvillojnë marrëdhënie të afërta me qeverinë e Hargesisës, ndërkohë që mbështesin fuqishëm lëvizjen separatiste STC në Yemen, në përplasje të hapur me interesat saudite dhe ato turke në mbajtjen e një ekuilibri ndaj Iranit. Në Sudan përplasja është e drejtë për drejtë. Turqia mbështet regjimin ushtarak të Abdel Fattah al-Burhan, ndërsa Emiratet financojnë dhe armatosin rebelët e RSF-s, një luftë përfaqësimi që ka gjeneruar pasoja të rënda humanitare dhe etnike në Darfur.